Një denuncim kam rritur në redaksin tonë, i cili ka zbuluar se Bashkia Kuçov ka nisur të shtrojë seriozisht rrugën e shkatëruar në fshatin Vela Gosht të Kuçovës. Pas publikimeve të denoncimeve të banorëve në redaksin tonë për gjendjen skandaloze të rrugës, kryebashkiaku Krishnik Hajdari duket se është vënë në lëvizje në prag të zgjedhjeve, por me kursim. Në pamjet që qytetarët kanë sjell, shihet se si 12 punëtorë të bashkisë punojnë për të mbuluar disa gropa, duke i hedhur dhe me duar në mungesë të lopatave. Banorët thonë se nuk do të ndalen së denoncuarit deri kur rruga të rregullohet siç duhet dhe jo me një grusht dhe denoncimi. Përshëndetje. Shiheni çfarë bën Bashkia Kuçov tani që po vjen zgjedhjet. Pas publikimit që bët ju për fshatin Vela Gosht dhe pas erdhën disa media të tjera, Bashkia zgjodhi të shtronte rrugën, por jo siç duhet, po e shtroi në mënyrën e vet, sa për të kaluar radhën. Kjo ështëjesharake. Mund ta shihni edhe në videon që do t'ju sjell, se si e bëjnë rrugën punëtorët e bashkisë. 12 punëtorë për të mbuluar disa gropa me një fuqi serë dhe që e hedhin me duar se as lopata nuk kanë. Zoti Krishnik Hajdari po tallet keq me popullin, edhe pse kemi protestuar disa herë, po i njëjti avaz.